Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin e radhës së Institutit të Kosovës për Drejtësi. Sot do të flasim për rolin e grave në gazetari. Për të bashkëbiseduar për këtë temë, kemi të ftuar Gëtar Mulliqin, drejtoresh ekzekutive në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës. Gëta, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit shumë që më keni ftu, kënaqësi shumë e madhe, posaçërisht duke e ditë misionin e emisionit, edhe se sa i rëndësishëm është informimi në këtë format, atëherë jam shumë e lumtur të jem pjesë. Faleminderit. Gëta, gazetaria kosovare sot pa gratë. Mund të vlerësojmë që nuk ishte e njëjta, po flasim në aspektin pozitiv. Gratë e kanë fuqizuar gazetarinë kosovare. Si mendon ju? Po lidhe me pjesën e parë, gazetaria pa gratë kishte qenë minus 65%. Në antarësinë e Asociacionit të Gazetarëve kemi 65% gra gazetare, edhe janë ato të cilat e bëjnë punën kryesore, nuk po dua ta nënvlerësoj apo ta minimizoj punën e burrave në media, mirë po kështu tregojnë statistikat edhe kjo është pasqyra e asaj se çka ne kemi mbledhur gjatë këtyre viteve. Gratë në gazetari jo vetëm tani, po që nga fillime, po i referuam gjithmonë situatës së Kosovës, kanë qenë kontribuese shumë të mëdha, edhe kanë përcjellur edhe kanë ndikuar në procese shumë të rëndësishme të shtetëndërtimit. Kështu që nuk kemi të bëjmë me një profesion të ri apo me angazhim të ri për gratë, por kemi të bëjmë me gratë të fuqizuara, të cilat kanë arritur që të avokojnë dhe të bëhen zëri, jo vetëm i grave të tjera, por i gjithë qytetarëve dhe i problematikave me cilat përballen qytetarët. Gratë në gazetari, për fatin e keq, vazhdojnë mos me pas pozitën meritore brenda dhomës së lajmeve. Qysh e përmenda 65% është numër goxha i madh, është afërsisht dyfishi i antarësisë përbëhet nga gratë, ndërkohë që ne kemi probleme të shprehura kur vjen puna tek pozitat të cilat ato i bartin brenda dhomës së lajmeve në vendin e tyre të punës. Kështu që ne po mundohemi që të punojmë në atë drejtim, nuk është as pak e lehtë, ajo se çfarë duhet të them është se nuk është diçka me cilën përballen vetëm gratë në media në Kosovë. Kjo është një trend në ngritje fatkeqësisht gjithandej, posaçërisht në rajon. Mirë po duke pa se sa shumë gra të reja po i futen gazetarisë, po i futen mediave, atëherë kjo është një shenjë pozitive. Megjithatë, për të krahasuar pastaj me pjesëmarrjen e tyre publike, kemi shënuar rënje, ku gratë nga mediat hezitojnë të marrin pjesë në për debate publike, në për debate politike, shumica e debateve televizive udhëhiqen nga burrat dhe pjesëtar apo pjesëmarrës të debatit janë burrat, pra kemi të bëjmë me dy anë të medaljes, ku kemi interesim shumë të madh të vajzave dhe të grave që të jenë pjesë e mediave, që të jenë gazetare, që të jenë në shërbim të qytetarit për të informuar. Njëherët kemi aspektin tjetër ku gratë hezitojnë të marrin pjesë aktivisht në këto emisionet publike, debatet e të tjera, për shkak të gjuhës e cila përdoret. Pra jemi mundu të kuptojmë sa ka të bëj është barierë gjinore, është sfidë që e bartë në vete vetëm gjinia, mirë po kemi kuptuar se është shumë ka të bëj me nivelin i cili po i servohet publikut, edhe pastaj që po ju pamundsohet tyre grave që të ndihen rehat në hapësira të tilla. Nëse bëjmë një analizë shkurt kësaj që e the, nënkuptohet se as mediat nuk janë të luajtur rolin që duhet ta luajnë për barazi gjinore në Kosovë. A është kjo? Absolutisht e vërtet, fatkeqësisht, shumë fatkeqësisht, sepse prap duhet ta përmendim dhe ta lavdërojmë kontributin që mediat e kanë pas në Kosovë, edhe nëse krahasohemi me vendet e rajonit, gjë cilën na nuk preferojmë me bo, sepse ne do dëshironim të krahasoheshim me demokraci të avancuara dhe jo me demokraci fragjile që janë vendet cilat na rrethojnë. Mediat në Kosovë kanë luajtur rol keq në fuqizimin e grave. Për çka ka ardhur edhe si nevojë me u kriju edhe një çmim të cilin e ndan Asociacioni i Gazetarëve në çmimet vjetore, i cili është për raportimin më të mirë për fuqizimin e grave.
Mirë po, nëse shohim situatën brenda dhomës së lajmeve, atëherë kuptojmë që kjo ndodh vetëm për publikun, ndërsa praktikat e njëjta nuk implementohen apo praktikohen brenda institucioneve. Brenda media. Kur kemi te hierarkia ta zëm, ka shumë pak krye redaktore. Trupat menaxhuese kryesisht përbëhen nga burra. Pastaj në pozitat e drejtorit të informacionit, e redaktorëve përgjegjëse të tjerë. Nuk po them që nuk ka, sepse natyrisht se ka raste të shumta ku ka gra krye redaktore, ku ka gra drejtore informacioni, redaktore përgjegjëse, kryesisht gratë janë redaktore dhe gazetare. Mirë po, nëse i marrim si të një krahasim ta bëjmë kështu blanko, pa atë zonën e hint, veç bardhë dhe zi nëse shohim, atëherë mundemi me pa se sa shumë ka diskrepancë ndërmjet të numrave kur vjen puna te pozitat udhëheqëse edhe pastaj tek pozitat implementuese. Kjo edhe mund të keq kuptohet kur e diskutojmë vazhdimisht, sepse Asociacioni i Gazetarëve asnjëherë nuk ka avokuar për diskriminim pozitiv në kuptimin që të vendosen në pozitë persona vetëm për shkak të gjinisë së tyre. Ideja është sepse ne kemi gra meritore që janë shumë të dëshmuara, mirë po nga njëherë penalizohen për shkak të gjinisë, edhe për shkak pastaj të afërsive të tjera. Para se të kalojmë, se po besoj që ne kemi diskutuar edhe çështjen e rrjetit të grave gazetare, është një gjë shumë interesante që e kemi identifikuar kur e kemi bërë raportin e matjes së nevojave apo needs assessment, ku asnjëherë më herët nuk e kemi pas, nuk na ka dalë në radar, është çështja se gratë në media kanë mungesë mentorshipe. Kur kemi elaboru tutje se çfarë do të thotë mungesa e mentorshipit, ne kemi kuptuar se gratë e reja kur futen në media nuk kanë mentore të cilat janë më të vjetra që mund t'i ndihmojnë ato, sepse është në disproporcion. Nëse ka gratë të cilat kanë qenë në media dhe janë në pozita udhëheqëse, janë në numër shumë të vogël se sa gratë të cilat i futen mediave në pozita si gazetare dhe redaktore, e cila nuk është problem për burrat pastaj, sepse burrat kryesisht i bartin pozitat menaxheriale dhe pozitat udhëheqëse të cilat janë brenda dhomës së lajmeve edhe brenda mediumit. Kështu që kjo ka qenë, na i ka hap syt në një farë forme, për me e pa se çka mundemi tutje me bo, ashtu që me i vedisu pronarët edhe menaxherët e mediave lidhur me këto problematika. Asnjëherë duke ndërhyrë në strukturat apo në politikat e brendshme të një mediume, asnjëherë duke kërku favore, duke u thirrur në emër të gjinisë, por gjithmonë duke kërkuar barazi për shkak të meritokracisë, për çka ne kemi një bazë shumë të mirë. Pra po kthehemi tek ajo që nëse janë 65% gra në dhomën e lajmeve, janë ato të njëjtat të cilat ne kemi pa në raportime, qoftë në rrethana krejt normale, qysh është ta ndjekin ta zëm një seancë të kuvendit apo të ndjekin një ekspozit apo një çka po diun, diçka që ndodh në baza ditore dhe nuk është jashtëzakonshme, të njëjtat këto janë që i kemi pa duke raportu në Mitrovicë apo në komunat veriore, që i kemi pa duke raportu gjatë kohës së lockdown, gjatë pandemisë dhe në të gjitha proceset e tjera. Kështu që për këtë arsye ne ndihemi komod që të kërkojmë më shumë për to, megjithse ne kërkojmë edhe nga ato që të kërkojmë për veten, një qysh ato e ngrisin zërin për problematikat e të tjerëve, ta bëjnë edhe për veten dhe për komunitetin. Ne po e shohim që kemi arrit me ndiku në një farë vedije të cilën besoj që gjithë e kemi pas parasysh, mirë po marr parasysh specifikat e profesionit, është konsideruar nga njëherë që vinë me profesionin, edhe jemi duke u mundu që me elaboru sa më shumë, edhe me pa se çka në fakt vjen me profesionin si profesion shumë specifik, si që është gazetaria, edhe me pa se çka në fakt nuk duhet as si të tolerohet, edhe se si mund të bëhet më mirë. Kemi rrugë shumë të gjatë para vetes, natyrisht, gjithashtu duke konsideru faktin që nuk është se mund të kesh një pikë krahasuese ku mund të thuash se kjo është ajo se ku duam të arrijm, apo se si duam ta shohim pozitën e grave në media, mirë po është diçka e cila ja vlen edhe besoj që kemi nisë me hapa pozitiv edhe mund të ketë rezultate konkrete shumë shpejt. Shpresojmë që puna juaj do të tregoj rezultate. Dihet që gratë gazetare ballafaqohen me sfida të ndryshme për dallim nga ato të cilat ballafaqohen gazetarët burra. Mirë po, çka duhet ma
konkretisht apo nga kush duhet apo duhet të ketë një angazhim të përgjithshëm, jo vetëm të një institucioni apo individi, që këto sfida të eliminohen. Si e vlerëson ju një hap, ju edhe tha që një të bë punë të madhe në këtë drejtim, po ku janë ngecjet në këtë drejtim? Vëzhgim shumë i mirë, është kërkon gjithë përfshirje. Nuk po flasim më vetëm në nivel institucional apo në nivel komuniteti, po flasim të gjithëve. Mos të harrojmë që në profesione të tilla ku kërkohet për pjesëmarrje publike, ku është ku je pjesë e ndryshimeve, e politikave të tjera, natyrisht se pastaj je i identifikueshëm lehtë edhe nga masa, të cilët jo domosdoshmërisht munden edhe me e kuptu edhe misionin apo profesionin. Aq më tepër nëse e marrim pastaj për bazë edhe se si këto retorikat viteve të fundit kanë ndiku në degradimin e pozitës së gazetarit. Këtu ka shumë ndikim të madh edhe konteksti vendor, konteksti kulturor, traditat, të gjitha, domethënë ka tepër shumë ndikim. Për me elaboru më mirë këta, mund të nisem nga fakti se ne kemi bërë edhe një analizë të kërcënimeve dhe sulmeve të cilat i pranojnë gratë edhe të cilat i pranojnë burrat. Kryesisht sulmet të cilat i pranojnë gratë bëhen në baza personale, duke e sulmuar personalisht, individualisht në baza gjinore me gjuhë seksiste, edhe duke ja përmend pastaj edhe familjen, duke ja përmend fëmijët, domethënë duke e zhvesh komplet nga ana profesionale. Për çka ja sulmohet? Në ndërkohë që nëse kemi të bëjmë me sulme të cilat janë në drejtim të burrave, që janë të shumta, nuk dua t'i minimizoj, ato kryesisht e kanë karakterin profesional, edhe pastaj mund të ndërlidhen personalisht me individin, mirë po gjithmonë duke u thirrur në punën e tij, pra në aktivitetin e tij. Për sa i përket pastaj sulmeve në drejtim të grave, ato eskalojnë me gjuhë e cila është komplet e papranueshme në çfarëdo rrethane. Kështu që kur e kemi themelur rrjetin e grave gazetare të Kosovës, kemi pas një takim me 30 gra, të cilat kanë ardhur nga media të ndryshme, nivele të ndryshme, përfshirë këto transmetuesin publik, media private, media OJC, media lokale, media të komuniteteve jo shumice të tjera. Edhe ne kemi identifikuar se nuk fillon dhe nuk përfundon me një institucion të caktuar, apo me një agjensi, apo me një mision, që është tepër më e madhe. Këtu kemi bërë punë grupore, që është identifiku pastaj edhe tek raporti, ku kemi diskutuar se duhet ta zëmë ndihmë nga zyra për barazi gjinore pranë zyrës së kryeministrit. Pastaj kontribut të madh në këtë rafsh mund të japin edhe trupat rregullues, gjatësisht vetë rregullues, KPM-ja dhe KMSHK-ja, sepse misioni nuk është vetëm të dënohet një gjuhë e caktuar në media, mirë po të krijohet ambient ku një gjuhë e tillë nuk duhet të përdoret, edhe të bëhet e pa precedent një gjuhë e tillë. Pastaj kemi policinë, kemi prokurorinë dhe kemi gjykatat, ku duhet që punë e veçantë të bëhet, që gratë ndihen rehat i raportojnë rastet e tyre pranë policisë. Gazetarët ka raste, ka diskrepancë tepër të madhe ndërmjet databazës së asociacionit të gazetarëve, si dhe asaj të policisë, sepse gazetarët ndihen më komod ta raportojnë tek AGK-ja, se sa ta bëjnë tek një institucion siç është policia e Kosovës. Mos është mosbesimi ndaj këtij institucioni? Nuk është ndaj policisë së Kosovës. Apo hallkav tjera që vinë pas policisë, janë institucionet e sistemit drejtësisë? Po, është për shkak të hallkave të tjera, sepse gazetarët konsiderojnë që rastet e tyre nuk trajtohen me seriozitet, me prioritet jo se jo, edhe pastaj procedurat janë aq të gjata, edhe kthehen në diçka tepër të papërballueshme, qoftë për shkak të kohës, qoftë për shkak të kostos. Ne po flasim për një... Për në vështë të kosto, a keni mundësi ju mi mbështet rastet ku
një gazetare apo gazetar kërcënohet dhe fillon një procedurë gjyqësore, ku ati nevojitet mbrojtje profesionale. Sepse ju e dini që Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bërë thirrje dhe vazhdon të bëjë thirrje që ne jemi të gatshëm që t'i mbështesim profesionalisht përmes ndihmës juridike falas të gjithë ata gazetarë që ballafaqohen dhe kanë procedura në organet e sistemit drejtësisë, kur ata janë palë e dëmtuar për shkak të profesionit të tyre. Kjo është, s'po di me thonë fatkeqësisht apo fatmirësisht, kjo është thirrja një që e bëjmë edhe ne, që kryesisht rastet i delegojmë tek IKD-ja për shkak të besimit që gazetarët e kanë kriju në IKD për shkak të trajtimit me profesionalizëm të lartë të rasteve të gazetarëve, edhe për shkak të çësisë së lehtë që gazetarët mund ta kenë tek IKD-ja. Në vitin 2019, Asociacioni i Gazetarëve ka lidh një memorandum mirëkuptimi, bashkëpunimi me Odën e Avokatëve të Kosovës, i cili në vitin 2020, pas më pak se 9 muajsh, është shkëputur një anshëm nga Oda e Avokatëve direkt. Me çfarë arsye? Arsyetimi ka qenë se gazetarët nuk janë një grup i cënueshëm, të cilët duhet të përfitojnë nga ndihma juridike falas që e ofron Oda, gjë që nuk ka qenë as pak e vërtetë, sepse ne në atë kohë posaçërisht kishim të bënin me një grup i cili ka qenë jashtëzakonisht i ndihshëm për shkak të pandemisë, të gjendjes me pandeminë, sepse mediat u goditën jashtëzakonisht shumë dhe me goditjen e mediave pësuan kryesisht gazetarët. Ka qenë IKD-ja e para që e ka ofruar ndihmën juridike, edhe kemi vazhdu edhe me IKD-n. Më pas, partneri jonë OSBE na ka ofru një ekspert ligjor, një konsulent ligjor, i cili është Yll Zekaj, më herët gjithashtu ka qenë pjesë e IKD-s, edhe Ylli i ka ndihmu gazetarët që t'i ndjekin tutje procedurat e tyre ligjore. Mirë, po nëse flasim për kohën kur ka ardhur Ylli, ne kemi pas rreth 900 anëtar, tash janë mbi 720, një person nuk mjafton, megjithse nuk ka aq shumë raste të cilat gazetarët i bëjnë publike, edhe qysh e përmenda më herët, nuk ka raste të shumta brenda vitit ku gazetarët i ndjekin procedurat ligjore deri në fund. Kështu që ne e ofrojmë këtë, po më së shumti e ofrojmë në rastet kur ka shkelje brenda vendit të punës, sepse nuk ka një sindikat gjithëpërfshirëse, kështu që AGK-ja detyrohet që ta luajë edhe rolin e sindikatës. Unë po çuxojmë rastin edhe nëpërmjet këtij podcasti, me ju bë thirrje gazetarëve që të gjitha rastet e tyre t'i lajmërojmë pranë institucioneve, natyrisht në AGK me patjetër, sepse ne do t'i monitorojmë ato raste, edhe pastaj të kërkojnë ndihmën e duhur tek organet e duhura, qysh është IKD-ja, qysh është AGK-ja, edhe mandej me pro bono, se kush mundet edhe me na ndihmu edhe me i përfaqësu, janë grup shumë i cënueshëm, janë grup shumë i ndihshëm, gazetarët punojnë me kushte shumë të vështira, nëse krahasojmë me mesatarën shtetërore, gazetarët qëndrojnë aty tek rroga minimale, kështu që vërtet kanë shumë nevojë për këtë përkrahje, dhe mbi të gjitha unë nuk besoj që ka ndonjë profesion tjetër që pranon sulme, që pranon kërcënime, që pranon padi, më shumë se sa profesioni i gazetarit, sepse është, e thash edhe më herët, që është gjithmonë i ekspozuar, edhe jo gjithmonë mirë kuptohet pozita dhe misioni i tyre, kështu që për atë arsye besoj që nisma si e IKD-s janë tepër të rëndësishme për një ambient ku përpos që gazetarët e kanë të drejtën e lirinë e shprehjes, është lirinë e informacionit, qytetarët mbi të gjitha e kanë të drejtën për t'u informuar. Edhe ne besojmë që nëse mërim që me mirëmbajt të gjitha këto, atëherë po e mirëmbajmë edhe demokracinë. Po nëse njona prej këtyne ka me dështu, atëherë ne kemi pas një problem shumë të madh, sepse ideja nuk është që po sulmohet një gazetar për një artikull të caktuar apo për një punë të caktuar, ai sulmohet apo paditet me qëllimin që të heshtet. Edhe nëse një praktikë e tillë ka me Është fenomen paditë slap. Pikërisht, paditë slap, cilat Kosova nuk i njeh fare, e që e bën edhe më të rënd pozitën. Kemi veç vitin e kaluar, ka qenë një
tash ka me qenë kështu oksimoron, sepse nëse themi është pozitive, për numrin që është ngrit, ka me t'inglu çuditshëm, mirë po ideja është që ne jemi shumë të lumtur që gazetarët kanë dalë hapur, edhe aktivistët kanë dalë hapur, edhe i kanë lajmëruar rastet e tyre, sepse nuk, për shkak se në SMIL, sistemi i menaxhimit të informatave dhe lëndëve pranë gjykatave nuk e kategorizon fare profesionin e gazetarëve, atëherë ne nuk kemi çasje në të dhënat se sa ku janë procedurat e rasteve të gazetarëve në gjykata dhe sa gazetarë janë të paditur. Po gazetarët janë ndjerë rehat që t'i lajmërojnë rastet e tyre pranë AGK-s, edhe pastaj ne kemi proceduar me këto kanalet tona që i përmenda edhe më herët, edhe kemi ma shumë se 5 raste të padive slep, të cilat janë drejtuar në AGK, gjë që ma herët nuk ka ndodhur, ju kemi qasni vetë 6 në fakt, ju kemi qasni vetë gazetarëve, kështu që është pozitive që gazetarët nuk po i marrin më seriozisht edhe nuk po friksohen nga këto tendenca për t'i hesht ato edhe për t'i hesht ata në fakt, për t'i hesht gazetarët. Për t'ja ndalu punën e tyre hulumtuese. Absolutisht, po, sepse kemi të bëjmë me paditë të cilat kapin shifra marramense, që një gazetar duhet me punu të njëjtën për me mri tim ledh ato mjete për ta paguar dëmin shpirtëror në drejtim të paditësit, kështu që po flasim për 30.000, 50.000, 300.000 euro, edhe natyrisht është e frikshme, mirë po ideja që e ka një qëllim rrapa, edhe që kjo tregon shumë, ndoshta edhe për sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe për gjyqësoren, sepse nëse gazetarët kanë filluar me kriju besim, atëherë tregon që është bërë punë e mirë megjithatë. Nuk po këto punë nuk kërkojnë shkop magjik cilin na nuk e kemi. Po shihet që po punohet, që kemi gjykatës të cilët i kanë kapacitetet e ndërtuara për me u përballë me raste të tilla, edhe kjo është shumë pozitive, megjithse në një kontekst të keq sepse numri është ngrit i rasteve të padive slap në drejtim të gazetarëve. Me të plotsu këta, është të vërtet që një sistem ku mund të hymë të shikojmë në SMIL nuk e kim, po unë kam hulumtu vetë dhe kam gjetë shumë raste dhe kam vrejt një dukuri që është pozitive se në të shumtën e raste gjykata i hedh poshtë të paditë palët të treta ndaj gazetarëve. Është ky me rëndësi edhe me të vërtetu ata që thosë që ka dhe shumë gjyqtarë që janë profesionalë dhe e dinë dhe bëjnë këtë dallim. Para se të kalojmë të rrjeti i grave, kam edhe një pyetje. Dihet që gratë gazetare kanë ndikim pozitiv në Kosovë. Dua ta marr një shembull se në 2 vitet e fundit çmimin e gazetarit vitit është nda për 2 gra gazetare. Në një rast është bashkë nda dhe në vitin e fundit është nda. Po dim që mediat nuk janë të vlerësu dhe kështu po vre dhe u tha që nuk janë të vlerësu aq shumë punën e grave gazetare. Po shoqëria si mendon është apo e vlerëson këtë element? Fatkeqësisht, apet duhet me u kthy te puna e kontekstit vendor. Kjo konteksti kulturor, se sa i shohim gratë të denja për të qenë pjesë e një profesioni. E kom pranu madje dhe koment publikisht një herë që gratë ndoshta nuk janë të priruna për të gjitha punët. E kjo është ajo se çka na kushtimisht po them lëndon më së shumti, sepse prapë po them, e përmendet edhe jo, janë 2 raste ku gratë janë shpallë gazetare e vitit, radhazi 2023 dhe 2024, edhe nuk ka profesione të grave dhe të burrave, së paku jo në shekullin në cilin po jetojmë, edhe në ambientin edhe në sistemin në cilin po jetojmë. Shoqëria nuk e vlerëson punën e grave mjaftueshëm. Kryesisht bie në sy kolegët burra, edhe më shumë bie në sy pastaj kolegë të cilët janë analist edhe marrin pjesë në për këto debatet të cilat bëhen prime time. Mirë po, puna e cila bëhet për të arritur deri tek një hulumtim, që është rasti me hulumtimin e Albertës që e ka bo gjatë vitit 2023, pastaj edhe hulumtimin cilin e ka bo Ardiana Thaçi gjatë vitit 2024, ka kërku punë të grave, edhe këtu kanë qenë të njëjta që kanë qenë të patrembura, edhe asnjëherë vetës nuk ja kanë vendosur si barrierë gjinin.
prapë po them, nuk është se ka ndonjë matje specifike se a vlerësohen më shumë gratë apo burrat në media. Ka një rënje të besimit tepër të madh fatkeqësisht në media dhe në gazetarë në përgjithësi. Mirë po, nëse nisemi tek sulmet, siç ato mundemi me e marrë sepse e kemi shumë konkrete, atëherë shohim përsëri po them që zhvishet komplet nga petku profesional edhe komplet kthehet në baza personale, sepse një mentalitet i tillë gratë i sheh vetëm si gru, si nanë, si motër, si bie dikujt. Si ambis. Edhe po, nuk arrin me e pa një gru të fuqishme dhe të fuqizume brenda komunitetit të vet. Po ne i inkurajojmë gratë gazetare me vazhdu me bo punën e tyre kështu siç e kanë bërë deri më tani, me profesionalizëm shumë të lartë, pa e vendosë asnjëherë para vetës si pengesë punën e gjinisë, edhe pa u dorëzu asnjëherë në drejtim të presioneve që kanë për bazë gjinin. Kështu që po mendoj është perceptim, mund të jetë edhe perceptim që e kanë tazëm edhe për infermierët, mund të jetë perceptim që mund ta kenë edhe për gratë në inxhineri, mirë po kjo nuk do të thotë se ato do të ndalen. Ideja është që sa më shumë që punojmë, është megjithatë mund të jetë në nëndije, sepse gjithmonë duhet ta kalosh një sfidë apo një barrierë të padukshme, mirë po kjo nuk është dukë që ju ka bën ndonjëherë, që ka ndikuar ndonjëherë negativisht në performancën e tyre, edhe është mirë që të vazhdoj të mbetet njëjtë. Geta, fole pak për rrjetin e grave gazetare të Kosovës. Unë personalisht e vlerësoj si një iniciativë shumë të mirë. A na tregon pak më shumë për këtë rrjet, për misionin dhe që ka ky rrjet i grave? Faleminderit shumë për fjalët pozitive, nuk ka qenë kaq lehtë i pranuar në fillim, kur ka ardhur si ide në fakt. Ka ardhur si nevojë më shumë se sa që ka ardhur si një trend, i cili po ndodh gjithandej. Ka ardhur si nevojë për shkak se ndë shtyllat kryesore të AGK-s është edhe barazia gjinore me fokus të veçantë fuqizimi i grave brenda dhomës së lajmeve, për shkak të krejt problematikave që u përmendën më herët. Ndërprej atë sa kam lexuar kam pasur që ky rrjet nuk është i fokusuar enkas vetëm për gratë gazetare, ky te kalon, edhe për te kalon këtë vit dhe kalon te fuqizimi i grave në përgjithësi. Po, absolutisht po, është misioni primar ka qenë për me avoku për drejtat e grave në media, në dhomën e lajmeve dhe gjatë raportimeve pra siguria e tyre në terren. Mirë po, nuk do të ishte serioze të mbronim një kategori të grave, edhe pastaj të lejonim që kategoritë e tjera të grave të jenë të cënuara në media. Kështu që përpas raportimeve, përpas monitorimeve të rasteve të grave brenda dhomës së lajmeve, sulmeve në drejtim të tyre, sigurisë të tyre, misioni i rrjetit është gjithashtu portretizimi i grave në media se si bëhet. Edhe faktikisht puna e parë e rrjetit, angazhimi i parë i rrjetit ka qenë për me e mbrojt imazhin e grave, se si paraqitet në media, gjithsesi në një medium të caktuar, kemi pas rastin e Big Brother, ku kemi reagu se si është trajtuar një grua brenda një platforme shumë të madhe. Edhe më pas normal kemi pas edhe raportimet për rastet të cilat kanë qenë në drejtim sulmeve në drejtim të grave gazetare. Edhe kështu, po ka ardhur si nevojë më shumëti, sepse nuk ka sindikate dhe gratë nuk kanë një adresë as brenda dhomës së lajmeve, as jashtë vendit të tyre të punës, se ku t'i adresojnë shqetësimet e tyre që mund t'i kenë brenda vendit të punës. Po flasim për shqetësime të cilat kanë bënë me ngacmimet seksuale, me gjuhën e papërshtatshme të përdorur në vendin e punës, problematika tjera që kanë elemente seksiste, edhe që nuk ka adresë ku ato të drejtohen. Kështu që kjo ka qenë fillimisht, është shumë e nevojshme. Kemi qenë tepër krenar kur e kemi pas se sa shumë mund të zbulohet në një hapësirë ku gratë e konsiderojnë veten se i përkasin, edhe e cila është kriju në formatin që të jetë një hapësirë e sigurt, ku mund të diskutohen të gjitha problematikat edhe të mos ndjehesh e paragjykuar apo të mos ndjehesh se mos po them diçka që nuk duhet. Dhe kështu duke i diskutu këto problematikat e tyre, që kanë qenë fillimisht individuale, ku secila ka pas platformën e vet për me folë se çka sheh si shkelje
qoftë në bazë gjinore apo jo, kanë rrjedh edhe problematikat e tjera të cilat janë ngrit pastaj nga pjesëmarrësit e tjera. AGK-ja është platformë që e mbron të gjithë gazetarët, pa dallim, as gjini, as nacionalitet, as këto dallimet e tjera, por Rjetik është kriju një platformë që ka mi adresu krejt problematikat që gratë i ngrisin, edhe për cilat ne mund të mos jemi të informuar, sepse ne nuk operojmë në ato hapësira. Fillimisht, kur janë bërë pyetjet e para, nuk janë ngrit shqetësime të natyrës së këtyre ngacmimeve që u përmendën. Pra nuk konsiderohej se kanë problematika për shkak të gjinisë. Edhe, po e them në zhargon fjala, duke tërheq fjalën, erdhëm në përfundim që ne kemi probleme shumë të shprehura, po problemi kryesor ka qenë që nuk i kemi fol edhe që nuk janë identifiku. Kështu që nuk është kriju si platformë për me kontribututje në dallimet gjinore, në ndasit gjinore, është kriju si platformë për me fuqizu një grup më të cënuar brenda një komuniteti, edhe për çka po shihet që është i ka dhënë edhe frytet e para kur vjen te raporti. Pikërisht deshta në lidhë të raporti, Geta ju e një bashkëautori një raportit që ka publikuar Rjeti që fol për pozitën dhe sigurinë e grave gazetare. Aq sa kam arrit ta lexoj këtë raport, aty ka shumë gjetje dhe ka gjetje konkrete për sfidat me të cilat ballafaqohen gratë gazetare në Kosovë. Çka mund na thush më shumë për këtë raport pasi ju jeni edhe bashkëautori? Raportin e kemi përpilu së bashku me Artiola Babunin. Artiola është koordinatore e projekteve edhe bashkullumtuese në AGK. Së bashku kemi qenë iniciuese në fakt edhe të Rjetit, kështu që kemi qenë të dyja të cilat e kemi ideu një platformë të tillë siç është Rjeti, pra po them ne nuk kemi bërë zbulime pokal, sepse është praktike e cila përcillet gjithandej. Pasi që kemi themeluar Rjetin në Kosovë, kemi shkuar dhe i kemi ndarë edhe praktikat me koleget në Maqedoninë e Veriut, ku kemi tregu se e kemi ndarë rrugtimin ton deri tek themelimi i Rjetit, edhe pastaj kemi qenë të hapura me pranu pyetje, këshilla, rekomandime të tjera. Raporti ka ardhur si nevojë këtij takimi që po them, ku kemi identifiku hisetarët, personat cilët mund t'ju drejtohemi, ashtu që të mund të ndikojnë në krijimin e kushteve më të mira për gratë në media, edhe janë identifikuar gjithashtu edhe problematikat të cilat nuk kanë qenë më herët, si janë adresuar dhe si mund të adresohen. Një prej tyre që përmenda më herët ishte edhe kjo çështja e monitorimit që nuk ka ardhur asnjëherë në shprehje në diskutimet që i kemi pas, sepse edhe në kuadër të raportit për sigurinë e gazetarëve dhe nivelin e lirisë së shprehjes në Kosovë e kemi një indikator i cili flet posaçërisht për pozitën e grave në dhomën e lajmeve. Një gjetje shumë interesante që ka qenë Astrid është se kur e kemi parashtruar pyetjen se a ka dallime në të ardhura, në baza gjinore, përgjigjja ka qenë jo, që është shumë e saktë dhe që është shumë e vërtetë. Pra, pagesa për burra dhe për gra në Kosovë, në pozitën e njëjtë, është e njëjta. Mirë po, shumë vonë kemi kuptu që po ka dallime në rrugë, sepse rruga ngritet me avansimin. Edhe gratë jo shumë shpesh avansohen aq sa avansohen kolegët e tyre burra. Kështu që po ka diskrepanca, madje edhe në rrogat e gazetarëve. Pastaj dallimet të cilat bëhen, diskriminimet të cilat bëhen në baza gjinore, vjen edhe tek ligji lehonis. Pikërisht deshta për këta, ligji lehonis dhe mos vazhdimi kontrata të gazetarëve. Ky është fenomen bukur i theksuar sa unë kam informacione. Është fenomen i theksuar, mediat e mëdha megjithatë e përballojnë që gazetarja të mos vazhdojë të dalë në terren në një kohë të caktuar, periudhë të caktuar, nuk kanë mirëkuptim gjatë 9 muajve të shtatzanisë,
Mirë po, me gjitha të pjesën e fundit nuk është që do t'i rrezikonin në raportime prej veriut, apo prej protestave, apo prej hapësirave ku mund të cënohej edhe integriteti i tyre fizik. Mirë po, në mediat e vogla nuk përballojnë edhe financiarisht që t'i kompenzojnë siç parashihet me ligj gratë në pushim të lehonisë. Po çka e bën edhe më problematike është se ligji i lehonisë ka disa specifika, ta zëm për nënat gjithënse. Është një marrëveshje e cila bëhet mes punëdhënësit edhe nënës, pasi që kthehet në punë për një lirim prej 2 orësh, më herët apo varësisht nga marrëveshja, edhe është diçka e cila asnjëherë nuk ndodh në dhomën e lajmeve, por kjo konsiderohet se është për shkak të natyrës së profesionit, sepse mund të jesh duke raportuar nga një qytet tjetër, mund të jesh duke raportuar në rrethana, domethënë në këtë formë edhe arsyetohet edhe nga vetë gratë, për çka mund të mirë kuptohet për shkak të specifikave të natyrës së profesionit. Mirë po, ndërprerja e kontratave ka filluar të zbehet si fenomen, nuk është më shumë i shprehur, ndoshta kjo ka të bëjë edhe me Lajm pozitiv. është lajm pozitiv, po është lajm pozitiv i cili ndoshta ka ardhur edhe si pasojë e punës që është dashur inspektorati ta bëj, për çka besojmë që ka edhe shumë punë edhe mundet me ndiku edhe shumë pozitivisht brenda dhomës së lajmeve. Nuk është më çështja vetëm tek që nuk mund të largohen më herët nga puna nëna gjithënse, po orët shtesë të cilat i bëjnë ato dhe të gjithë kolegët e tyre nuk kompenzohen, vazhdojnë të mos kompenzohen, ndërsa është një trend në ngritje e sipër identifikimi i hyrjedaljeve të gazetarëve në media, për çka na e shohim si shumë shqetësuese, sepse gazetarët detyrohen që të identifikojnë hyrjen e tyre dhe daljen e tyre, mirë po edhe mund të penalizohen në rast se nuk shënohen apo nuk arrihen orët e caktuara, mirë po në rastet kur gazetarët bëjnë punë shtesë, atëherë janë raste shumë të rralla ku ata kompenzohen shtesë. Kështu që ka trende të cilat ka përmirësim, nëse krahasohemi me ku kemi qenë, mirë po ka edhe aspekte në të cilat çalojmë, edhe në të cilat kemi ngjecje, edhe në të cilat vetëm po shënojmë rënje. Kështu që është një hapësirë shumë e madhe, me shumë faktorë, edhe nganjëherë nuk është shumë e lehtë për mi u çast një problemi, sepse janë probleme zinxhirore, nuk është se varet prej një rregulloreje që mund ta bëjmë, apo një rekomandimi që mund ta bëjë AGK-ja në drejtim të medjave, apo që do të mund ta bënte inspektorati, pra ka të bëjë edhe me vullnetin kryesisht, edhe pastaj natyrisht kur media operon si biznes, trajtohet edhe si i tillë. Një prej gjetjeve të raportit për vitin 2023 ka qenë që gazetarët problemet më të mëdha i kanë me menaxher dhe me pronar të cilët janë biznesmen, edhe nuk kanë ide se çysh funksionon një dhomë e lajmeve, se çysh funksionon plasimi i lajmit, informimi i qytetarëve, edhe e trajtojnë pura si biznes apo si një produkt të cilin veç ja japin publikut, ndërkohë që kjo është komplet specifik tjetër. Kështu që edhe kjo mundet me qenë çka e ka rëndu tutje, mirë po nëse marrim parasysh që në Kosovë mediat nuk kanë asnjë mbështetje nga institucionet, pra nuk ka mbështetje financiare, asnjë skemë e cila funksionon, pra tash gati 5 vite, atëherë është forma e vetme që mediat të mbijetojnë. Se a mundet me pas ndikim pastaj dhoma e marketingut apo jo, kjo është çështje tjetër, mirë po ajo çka mund të themi është se ne kemi pluralizëm mediatik në Kosovë, edhe në këtë formë është shumë e rëndësishme që qytetarët vazhdojnë të jenë të informuar, shumë të informuar, me një numër shumë të madh të televizioneve, të radiove, edhe portale të panumërta. Gjeta, për raportin që po flasim, aja është publik dhe kush ka interes dhe mund ta lexoj, po unë du më të fokusohem edhe te një gjetje specifike e raportit. Është thënë në raport që janë evidentuar ngacmime seksuale të grave gazetare në mediat e Kosovës. Si e vlerëson këtë dukuri? Në fakt, ideja e ngacmimeve seksuale është dyfishohet barra apo edhe përballja me to tek gratë gazetare,
në krahasim me profesionet e tjera, sepse nëse një grua, që besoj se ndodh, gjithandej ka studime që çdo e dyta grua në fakt ka përjetuar ngacmim seksual në vendin e punës gjithandej, gratë gazetare janë më të prirura për shkak se ato jo vetëm që ekspozohen në ambiente të punës, po ato ekspozohen edhe jashtë tyre. Kështu që mund të pranojnë ngacmime edhe brenda vendit të punës, po edhe gjatë kryerjes së detyrave profesionale që nuk jo domosdoshmërisht i bie të jetë objekti ku ato punojnë. Ne, që përmenda edhe më herët, e kemi edhe një raport tjetër të cilin e bëjmë dhe në kuadër të tij ne kemi grupe fokusi me cilat diskutojmë. Edhe ashtu që të nxjerrim të dhëna të tjera empirike, kemi bashku edhe Worlds of Journalism Study, pjesës e cilës janë më së 100 sa shtete, edhe ku ka pyetje shumë specifike për sa i përket të gjitha llojeve të ngacmimeve. Edhe gjetjet kanë qenë goxha të frekshme për sa i përket nivelit të ngacmimeve të cilat gratë i pranojnë. Do të thonë aty janë identifikuar pa emra, mirë po në bazë të gjinisë dhe të dhënave të tjera demografike të cilat kanë qenë. Kur e kemi themelur jetën në këtë takimin që po flasim, i kemi diskutu llojet e ngacmimeve me cilat gratë përballen, edhe kanë qenë të frekshme, sepse megjithatë ne konsiderojmë që një gjuhë e tillë drejtuar një individi me patjetër ka me lanë gjurmë gjatë tërë ditës edhe në performancën e tij. Prap po them që gratë në media janë tepër të forta edhe e veshin një farë mburoje që kur janë në gazetari, gjithçka mundet me ndodhë sepse gazetaria është e tillë, mirë po gjuha e tillë asesi nuk duhet të tolerohet. Edhe çka ne jemi duke punu së bashku me bordin këshilldhënës të rrjetit të grave, është që të bëjmë disa rekomandime për media që të caktojnë një person, një adresë ku gratë posaçërisht mund t'i adresojnë problematikat e kësaj natyre, sepse nuk ndihen rehat nga ajo se çfarë gjithashtu kemi gjetur që nuk është ndjenjë shumë e mirë që ta adresosh një ngacmim seksual tek një epror burr. Ndaj edhe kemi ardhur në përfundim që edhe burrat ngacmimet e kësaj sepse nuk është që nuk ka ngacmime dhe drejtim të burrave, të kësaj natyre më lehtësisht do t'i paraqesin tek një grua se sa e kundërta. Sa do të ketë sukses nuk mund ta themi, mirë po deri më tani praktika ka tregu që mediat munden me qenë bashkëpunuese kur ka rekomandime për ta përmirësuar ambientin e punës për gazetarët. Edhe kjo ka me qenë njëna prej punëve të para me cilat do të merremi, edhe gjithashtu pastaj një ndihmë juridike që kemi më ofru edhe ndihmë psikologjike. Po munduhemi fatkeqësisht rrjeti operon brenda një organizate e cila është goxha e varfër, sepse ne operojmë krejtësisht bazuar në projekte. Kështu që për krijimin e strukturave të reja brenda apo të shërbimeve të cilat mund t'i ofrojmë gjithmonë mbështetje nevojitet. E ne jemi duke eksploruar mundësi se si mund ta krijojmë një mbështetje që ka qëndrueshmëri, sepse kjo ka rëndësi, nuk ka rëndësi që të jetë 6 muaj të bëhet një herë 6 muaj dhe pastaj më të harrohet, ka rëndësi që çkado që prezantohet tek antarët me pas qëndrueshmëri, kontinuitet me pas, kështu që kjo ka me qenë sepse nga ajo se e keni pa edhe vetë në raport janë identifiku disa prej gjetjeve që kanë qenë më të shpeshta, më shumë se 90 përgjigje i kemi marrë në anketën për sa i përket këtij raporti. E kemi identifiku vetëm disa prej atyre të cilat janë prek nga më shumë respondent, mirë po nëse i futemi kronologjikisht edhe i shikojmë se me çfarë problematika përballen gratë, është vërtet e mjerueshme, edhe tregon se sa shumë punë edhe mund kërkon që një grua në fakt t'i bëj detyrat e saj, sepse ambientin nuk e ka as pak të lehtë. Bile mundoj me thonë që është një ambient shumë toksik, gjithandej ku shkon, edhe kjo është ideja që m'ja u lehtësu edhe që kjo hapësira jone sigurt mi bo që
me i lanë, me u shpreh edhe mos me i mbajt brenda vetes problematikat me cilat përballen në baza ditore. Gita, u tha shumë sene, u thanë, mund të thuhen edhe tjerat, me gjithat, duke shpresuar se pozita grave gazetare dhe grave në përgjithësi në Kosovë të avancohet në aspektin pozitiv. Unë të falenderoj për këtë bashkëbisedim tonin dhe ju uroj sukses në këtë misionin e juaj që e keni. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për punën që e bëni, mbështetje jo vetëm grave gazetare, po të krejt grave. Po besoj që kur plot fuqi bëhem bashk, atëherë kemi me ja dalë dhe me bo një ambient shumë të mirë për gratë dhe për vajzat në Kosovë. Ndërsa ne bashkë shikues të nderuar jemi në podcastin e radhës.